Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Blerina, në bashkëpunim me Xhindet më hoqët versionin e Santanës që doja të dëgjoja. Ta hoqëm, po ti do shkosh ta dëgjosh live, kështu që versionin e origjinal të një njeriu të vdekur. Por njerëzit mund ta imagjinojnë që ka një version me kitarë nga Santana të kësaj këngë. Kush nuk e imagjinon dot, le të futet ta shohë në YouTube. Ashtu. Ose në një aplikacion tjetër muzikor. Jemi në verë. Dhe megjithatë, ose kështu kujtojmë ne. Nuk mungojnë çudirat. Na kanë përmbytur nga gjitha anët. Do fillosh ti atë filloj unë. Fillo ti. Ç'ke për të thënë? Ç'ke përmbledhur? Nga Korça, e do nga Lushnja apo e do nga Tirana, nga do. Po filloj nga kjo që më çuditi më shumë nga të gjithë. Do nga Korça, mirë. Korça është bashkuar me Tiranën për të vendosur një rekord të ri. Rekordin e hedhjes së mollëve nga Korça në Tiranë. Kush e hedh më larg? Do thotë që 1/3 familjeve në këto dy qytete, në Korçë dhe në Tiranë, është një familje e shëndetshme e përbërë nga një person i vetëm. Se ti nuk e besoj që korçarët mund të jetonin vetëm. O jetojnë korçarët vetëm, o nuk jeton njëri tjetër në Republikë. Po janë diku në në emigracion, o i kanë vrarë, i mbajnë dollap dhe se ka marrë vesh njëri. Pra diku janë familjarët, po nuk janë në Shqipëri dhe nuk janë në shtëpi. Pra rekordi ndahet midis Korçës dhe Tiranës, po thua. Janë në të dyja qytetet. Tiranë e Gjirokastra ka futur pak dorë aty, domethënë në dhëna, po s'ka rëndësi. Korça dhe Tirana kryesisht janë qytete me numrin më të madh të familjeve një personçe. Pra janë njerëz që janë nisur për të bërë një familje. Po rrugës është pak a shumë se Barcaleta me ajo memja me atë njeriu në motor që i lexohet një shkrim në shtëpinë që po e lexuat këtë shkrim gruaja ra nga motori. Është e njëjta gjë don. Po e lexove këtë shkrim, ky është një korçar. Të cilit gruaja dhe fëmijët i kanë rënë pa dashje nga shtëpia, do nga Shqipëria. Qartë. Ran nga Shqipëria në Selanik. Si mund ta them, ndryshe. Të jap dhe përqindjen e saktë. Po 1/3, 30. Tirana ka 32. Po. Korça ka 31.9 ku diun. Pra janë si më thënë aty. Jo 33.33333. Pra nuk janë 1/3 fiks, janë ca njerëz që na prishin atë përqindjen, si më thënë, perfekte. Po, ke gjë? Ksamili ka hapur sezonin e verës dhe e ka hapur, e ka çelur ashtu siç e ka hije. Sezoni i gjuetisë tuaj, domethënë. Për vend parkimi nga i cili ka dalë 5 të plagosur. Ka dalë gjallë. Po, janë thjesht të plagosur. Kur thua ka dalë, si më thënë, janë zvarritur për të dalë jashtë rrezës së ngjarjes? Po, mund të jenë në Saran tashmë, po quhen gjithsesi të Ksamilit. Sepse siç e thot një fjalë e urtë, Ksamiloqe, Ksamiliaqe, si thon Ksamiliane, po. Thotë që Maces do t'ja kpusësh kokën ditën e parë të sezonit. Pra vin turistë aty me tregu kush e bën ligjin në Ksamil, tak. I fusin. Unë mendoj që është i gjithë një sherr i sajuar për t'i treguar gjithë. Për të tërhequr vëmendjen e turistëve. Kush është burri në Ksamil? Qartë. Është ky Ksamiloqi. Të them dhe një nga Rogozhina, apo do më thuash atë të... Kam një që le të dëgjojmë dhe Rogozhinën dhe ta mbyllim pastaj. Jo, me që shkonte me këtë Sarandë të Ksamilit. Pra, nëse në Ksamil kam bërë sherr për vend parkimin, në Rogozhin, pak më kreativ, janë sherrosur për të lehurat e qenit. Po keq, janë sherrosur keq. Pra, Rogozhilianët, thua ti. Tani, unë nuk e di nëse në Rogozhin... Kanë arritur në nivelet të tilla sofistikimi. Po. Sa që, pra, kanë vesh kaq muzikor, sa të kuptojnë lefjet e qenve, edhe të zihen për to. Po, janë plagosur 2 persona për këtë dhe unë nuk di nëse vlen edhe në Republikën e Rogozhinës shpreha e famshme popullore e Republikës së Shqipërisë, qend le të lehin. E Republikës fshinj të Shqipërisë. Qend le të lehin, karvani të ecë përpara. Nuk e di pse. Tash karvani aty ecta apo ishte bllokuar nga? Jo, pra urrahën u plagos. Pra s'kishte karvani nuk eci. Jo. Më vjen mirë. Tani cili qend do shkojnë në konservatorin e Republikës fshinj të Shqipërisë? Dim gjë? Nuk di për çfarë po flet. Ata vetëm sepse në Rogozhin vetëm për shkolla të larta zihen, pra për kush do marrë bursën për në konservator. Blerina, le të rrim tek konservatori. Po. Qeveria shqiptare. Do të ngrejë
një universitet. Tash se çfarë? Pra që kur dëgjon fjalin do ngrej një universitet ti thu ku mor burr, ku do e ngrejnë, mor, ku ka vend më, mor. Se gjithmonë është frika që do ta ngrejnë brenda shtëpisë tënde, pra brenda në kuzhinë do gjesh po ngrej një gjë tjetër. Do ngrej një universitet për qytetarët mbi 50 vjeç në Tiranë. Ja, do jenë frymzuar nga lajmi i atij zotrisë 74 vjeçar që dha provimet e maturës pak ditë më parë. Ma mbaj zotrin aty. Mos e lër ti dhe mos e lër të vdesi. Sa të marrim lajmin ne. Po, mu duk shumë cinike që hapet një universitet për qytetar mbi 50 vjeç në një vend ku ti nuk arrin dot të joshësh të rinjt. Pra të rinjt fillojnë bëjnë një vit këtu dhe kërcejnë ikin në Gjermani. Tani me këto që na kanë ngelur kolo. Thjesht nuk e kuptoj pse për shembull një qytetar 50 vjeçar nuk mund të shkojë në një universitet çfarë do, në fakultetin e mineralogjisë për shembull dhe të regjistrohet dhe unë mendoj që qeveria po i garanton mbrojtje nga turpi. Pra që këta mos i rrahe, do mos i bullizoj lagja që i studei po shkon në shkollë, këta do shkojnë natën, do futen në një universitet, në një vend lokacion si thuhet undisclosed, pra që nuk dihet mirë se ku është. E qartë. Do u lidhin syt e do i fusin nëpër klasa. E qartë. Kam edhe një lajm tjetër. Ma thuaj, mos se kurse. Besoj që ti sikurse dhe unë more frymë dhe u qetësova për atë paqen fiskale. Unë thash shqyr. Biles unë e dhash votën këtë radhë kështu i bindur. Unë votoj për paqen. Për paqen fiskale. Po, duke shpresuar që nga paqja fiskale këtu të sigurohet paqja në Gaza etj. Jo. Paqja fiskale doli që që unë dhe ti e kemi keq kuptuar kolo. Pra ne do dy që mezi po prisim një arsye për të dhënë votën partisë, e pas kemi keq kuptuar. Kedosi sapo dëgjoj fjalën paqe dhe parti, pap thot do ikim do e mbyllim. Publicitet.